Ne do të kalojmë në një material, është një material që ne kemi përgatitur në Tuzë, nuk e di nëse e frekuentoni zonën e vëllezërve tanë në pjesën e Tuzit. Kësaj radhe nuk ishim për turizëm, në emisionin Aroma Shkodrën ne kapim tema të ndryshme, kësaj radhe një temë patriotike, një luftëtar shumë i nderuar i cili vlerësohet nga një audiencë mjaft e mirë, nga profesor doktor që kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithë përpjekja e tij, nganjëherë janë disa heronj të vegjël në dukje, por që humbasin në rrjedhat e kohës. Dhe ne e sjellim në emisionin Aroma Shkodrën duke sjell njerësh edhe një model të mirë të organizimit të vlerësimit të heronjve, gjë që duhet të ndodhë edhe tek ne këtu në Shqipëri. Ndjekim materialin dhe rikthehemi pas pak në studio. Më datën 20 gusht 2025 në varrezat e Vuksanlekajve të Hotit në Tuzë, u organizua ceremonia e bekimit të varit monumental të kryetrimit Det Gjon Ujka, dëshmorja dheut, prijes, humanist dhe udhëheqës i flakti kryengritjes së Malësisë së Madhe. Në këtë aktivitet përkujtimor të organizuar nga famullia e Tuzit në bashkëpunim me familjen e Gjeto Kol Ucit Camaj, morën pjesë klerik të kishës franceskane, studiues, aktivist, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore në Malësi në diasporë. Ndër të këtij kryetrimi u mblodhen edhe shumë malësor, të cilët ruanin të freskët në kujtesën e tyre gojdhëna të pleqjve të Malësisë, lidhur me historinë dhe kontributin e Det Gjon Ujkës. Gjatë kësaj ceremonie, krejt veçantë u mbajtën disa fjalime nga klerik, familjarë, studiues në ndër të këtij kryetrimi, se dhe më pas do të zbulohej dhe bekohej vari memoriali financuar nga familja e Gjeto Kolucit, Camaj. Det Gjon Ujka ishte organizator dhe komandant i betejës së përgjakshme anti-osmane në qafën e Uglës, ku dha jetën për lirinë dhe atë, të cilin me vendim numër 792, fraksion 19 datë 15/8/2020, qeveria shqiptare e shpalli dëshmor i atë. Të nderuam zoni e zotëri, të nderuam klerik, e gjithë pranishëm, u përshëndes në emrin tim personal, e posaçërisht u përshëndes në emrin të familjes Gjeto Kol Ucit Camaj dhe vllaznisë Vuksanlekaj. Ju falenderojmë për sfortit, për gjitha ato që bëhen dhe vepruat për ne. E posaçërisht u falenderojmë për zemër e me gjithë zemër për respektin që lat. Nerë, respekt e të mira paçi tanë jetën ju e familjet e juve. Edhe kësaj herë që jeni këtu bashkë me ne, për na përkrah, për me kënë me ne. Jeni për një arsye, për të kujtua një figurë të madhe të historisë, i cili e ka dhënë jetën në betejën më të përgjakshme të historisë kryengritjes shqiptare, në betejën e qafë të Ugël. Ai personi është Det Gjoni i Trabojinit. Apo si e kanë quajt Dedi Gjonit, apo Det Gjon Ujka i Vuksanlekajve. Të menizua shumë e shumë burra e plesht të Malësisë më arë për një shok më të afërm të këtij kryetrimit. Pe flas ata që kom një edhe babajnë tim Gjeto Kolën e pleshti e shpis, shumë herë ka flasin e thonë. Shoku më i ngushtë i ti në jetë, dhe vllai i ti ka kënë Gjeto Marku i Unçit. Faktikisht ai dihet se edhe së bashkut në betejën më të përgjakshme në qafën e Ungëlit, edhe si nuk do me të pru me thonë dora,
por ashtu si thonë edhe së bashkut ka ndek për liri për kom e adlej. Pra, këta dy kryetrima, si që kom një gjua, edhe kom marrë shënime prej shumë personazhve, burrave, plezhve, të Malësis, i kanë quajt Dexhoni Trabojinit e Xhetomarku i Rafshës, apo Dexhonuika i Vuksaleka e Xhetomarku i Unqit. Për të folun mbi historinë e stërgjyshit tim, nuk dua kësaj herët kanë me këtë 2-3 fjalë, ashtu si kom një prej të parve, prej plezhve, edhe prej personazheve të Hotit e të Malësisë. Por ato do bja vlan historianëve, folësve e tjerëve. Pra Dexhonuika, kur ka amet në qaftë unglit, është dëvorrua në vërrezat familjare të prekajve e Njonçajve, fisi, po thëmë, aty ku ne e kemi past një nipe shpia jonë. Gjithë kanë folë herë mas herë që kryqin të vorja ka qua ajo për çdo vjetë. Masa nëj vjen ideja që ti punohet vorri ati kryetrimit bashkë këtu në vërrezat familjare, kulle vllaznia e barkut ujkajve të ujbusanit, e punojnë, edhe i bjen eshtat e ti këtu. Masa dyne, si që dim gjithë, këto vërrezat kanë pa një formë e një stil slab. Po dhe sa ke punu me material të keq, e dim, tanë e din, por nuk është ata se do me folë diçka se për babajnë tim, por ka pa dëshirë diçka të punoj. Kura kënë në shtirësi Hoti, kanë shqit shumë prona, një prej tëne kanë shqit gjyshat e mi, edhe token kam isë me gjithë kullën ta, kuja kanë shqit e sit nuk e di veç vetë, aty gjallë nuk hi. Kja dëshmia e kësaj historie. Në rastet tjera, si që është lufta, është një ngushtim i madh kur komunikon me Zotin, pra ke disponim shpirtnor. Edhe në këtë së rastit, që çdo sekund mundesh me krye, me përfundua, me uvra behet i tjetrit, e zjarë kohën me falenderoj Zotin, e zjarë kohën me ju drejtu atina, që nëse është vullneti i tina, të mbështojnë prej këtij momenti. Thonë karakteristik e të parve tona ka kënë, besimi i plot në te. Dhe kjo është e ngushtim më i madh për të ne që e kanë pas. Kanë ngushtuar të njëri tjetrin direkt. Ka me kanë mirë, mos u frikoni. Do në Zoti e kështu me radhë. Të nderuar të pranishëm, të shamirë të Malësisë, të nderuara media, të rinjët moshuar, bi e bija këtij vendit bekuar. Sonte jemi mbledhur këtu këtë ditë shënuar për të ndëruar një nga bitë më të shquar të Malësisë së Madhe, një burr që jetën e vet ja kushtoi Allahut, një luftëtar që me pushk, me mendje, lagjun të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Ajo është Dexhonuikën i Trabojinit, gjithsesi i Vuksalekajve të Hotit. Ky memorial që inaugurohet sot nuk është thjesht një gur i glendur, por një kujtesë e gjallë. Një amanet i shenjtë për çdo brez shqiptar që të mos harroj se liria nuk është dhurat, por është e fituar me gjak.
me mund dhe me sakrificë të madhe. Ted Gjanujka ishte më shumë se sa një luftar. Ai ishte një burr vizionar, një pris i lindur, një organizator i madh. Në kohët e trazura, pas lidhjes Prizrenit, kur ushtria osmane shkretoi fshatrat, dogji shtëpi dhe përndoqi shqiptarët, ai u bë bashkë me bashkëvendasit dhe bashkombësit e tij mburoje popullit të vet. Me zemër fisnike dhe shpirt të mashli u borxhet, ndihmoi bashkëdhëtarët, hotin në veçanti dhe majsinë në përgjithësi. Zemra e tij nuk rahu vetëm për hotin, vetëm për trabojinin apo për majsinë. Zemra e tij rrai për një Shqipëri të përbashkët, për një Shqipëri etnike. Ai kuptoi se një kom nuk mund të mbijetojë pa unitet. Prandaj bashkoi njerëzit, mlodhi kuvende, pajtoi gjaqe dhe ngriti flamurin e përbashkimit kombëtar me bashkëvendasit, bashkombasit dhe bashkëftarët e tij nga Majtësia e Madhe dhe me gjerë. Në betejën legjendare të qafës së Uglës ose qafës së Uglit, Ted Gjanujka tregoi se si duhet të qëndrojë një burr i vërtet shqiptar. Me pushk në dorë, me besë në zemër dhe me trimëri të pathyeshme. Më tej të pranishmit u zhvendosën pranë varrezave të Vuksanlekajve të Hotit në Tuzë, ku dhe u zbulua memoriali i ideuar mbi hartën e Shqipërisë së Madhe, të pacopzuar nga pushtuesit, ku në pjesën pas tij lexojmë: këtu pushojnë eshnit e kryetrimit Ted Gjanujka i Vuksanlekajve, dëshmorja dheut, prijes, humanist dhe udhëheqës i flakt i kryengritjes së Malësisë së Madhe, organizator dhe komandant i betejës së përgjakshme anti-osmane në qafën e Uglës, ku dha jetën për liria dhe më 25 qershor 1911. Në mentatit të dbirit të shpirtit shejt. Amen. Aty në që e në qilë, shejt më kjoftë e mnyt, artë mretnia jote, u bahu mesa jote, si në qilë ashtu në dhe, buken tonë të përdyqne, e pëna neve sot, ndjena i ne fajtë mkatet tona, si ndjem në fajtor tanë, e mos në lemëra në keq, po largona prejgjës keq ashtu kjoftë. Te falim, Mari, pjerë plote e Zoti me ty, e beko me jemi gjitha gratë, e beko ma shfrëti barku të në Jezus, shajtja e Marina në të në Zot, lutu për ne më katë nord, ta shën fiot mord dhe sonë është të kjoftë. Kjo flum një ati të dëbirit e të shpirtit shajt. Si është kënë e parë të është për gjithmonë jetës është të kjoftë. Të lutëm. O Zot Jezu Krishti që duke pushua të rritit në vorë, ashtu i shëjt në vëborët e gjitha atyne që besojnë ty, mënyrë që nëse na shërbejnë për varrim të trupave, të zgjone ne shpresën e të ngjallur. Ban me mirësinë tënde që shërbëtori yt Deda pushonen paqen këtë vorë, deri që ti vetë të ngjathë jeta ta ngjallësh e ta shëndritsh, e ndrit në ftyrësat e ta shodritën e më shumë në qiell, ti që jeton e mretnon shekuj të shekujve. Amen. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Shoftë në pace. Ashtë të kjoftë. U shoftë në pace. Ashtë të kjoftë. U shoftë në pace. Ky organizim u vlerësua si një dritë shprehëse për të nderuar e kujtuar të gjitha ata trima që meritojnë të prehen në pjedestalin e lirisë e historisë sonë të lavdishme.